Ja që jemi gati. Makina jonë e kohës tashmë po na pret dhe jemi gati për të hipur në atë kapsul dhe për të shkuar ku? Në Amerikë. Në Amerikë sepse do shkojmë tani në një vend që padyshim ka shumë shqiptar, edhe kjo na bën ndoshta edhe më të emocionuar edhe më entuziast kur flasim për ta, po nga ana tjetër kemi se tashmë edhe i prezantuam një dyshe shumë fantastike që do të testoj fillimisht përpara se të themi mirëmëngjes ta gjeni janë shoqja apo nën e bi. Shoqja e sigurt. Shoqja e sigurt, mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes, Mira Shabani dhe Era Kolli me ne në bi. Si jeni? Knajsi, na dhat një atmosferë shumë pozitive, një energji sa po ju shohim kështu të qeshura, duke bërë përshëndetjen tuaj tashmë. Duke folur shqip mbi të gjitha, se Era ka lindur atje dhe sërish nëna fanatike për të ruajtur gjuhën shqipe, po nga ana tjetër, diçka që po thonim edhe në krye të herës, ne na mbeti merak se dëgjuam se ditën e djeshme keni bërë gjelin e detit edhe na erdhi nepsi deri këtu. Si jeni me gatimet shqiptare në këtë periudhë, por jo vetëm? Mirë jemi, kemi bërë atë gjeldeti, mami e ka bërë, unë gatova pak, edhe kemi bërë kështu holiday për Amerikanë, po ne bëjmë ushqim shqiptar, se shqiptar jemi. Festojmë festat e Amerikanëve me ushqim shqiptar. Perfekte. Mami ndërkohë kam përshtypjen që me ato vlerat shqiptare e ke mësuar vajzën dhe i ka të rënjosura mirë. Po, shumë e vërtet, Era ka marrë shumë duke ja shprehur unë dhe duke kam qenë një shembull ose një simbol për të hesur, më thënë për të përgatitur një nën ose një grua e denjë në të ardhmen, sepse gatimi është pjesë e jetës dhe unë me gjithë dëshirë, me gjithë pasion jam munduar ta çoj ose ta shpije tek vajza ime në mënyrë që ajo të jetë e denjë kur të hapi familjen e vet dhe të krijojë atë shoqërinë e ngrohtë, shtëpinë e vet të ngrohtë familjare. Ne ju kemi parë në rrjetet sociale dhe keni marrë reagime të shumta përgjatë gjithë kohës, për gjithë energjinë pozitive për dashurinë që shpërndani, po së pari si ja mbushi mendjen Era mamin që të dilte në këtë video, apo mami kishte dëshirë vet? Jo, nuk ishte dëshirë, po unë fillova TikTok, edhe unë bëra një video me mamin kot, edhe shumë shqiptarë tha, ua, du shikoj mamin më shumë, po vish njëtën bluze mami sot. I thash, po, edhe shqiptarët janë gjithë sigur me familjet, so tonë hajde du shikoj më shumë mamin, e futa mamin edhe ta shikojmë videot bashk. Tani, je bërë xheloze ti për shembull që kërkojnë më shumë mamin, apo? Jo, se mami është like so cute. E dua mami të jem në videot me ne. Perfekte. Ndërkohë, video që kanë marrë shumë vëmendje, kanë qenë edhe videot ku flet pak më shumë edhe për ndarjen e prindërve, nga ana tjetër pozitivitetin dhe atë çfarë tregon mami përgjatë gjithë kohës, që pavarësisht gjërave jeta ndodh edhe mund të ketë edhe gjëra që dalin nga plani. Po donim të kishim pak më shumë edhe të ndaleshim tek historia, sepse ka bërë buje dhe ka pasur shumë pikpyetje, ndaj tani do donim versionin tuaj. Për që janë darë mami e babi ose historinë e tyre? Po nga mami, për shembull që të na tregoj se fillimisht shumë vite më parë një histori shumë e bukur dashurie që më pas kalon në forma të tjera. Po ishte një histori shumë e bukur dashurie, unë me burrin tim jemi njohur në Shqipëri, kur ai erdhi atje. U pëlqyem, vendosëm të krijonim familje, bëm 2 vajza, po jeta sjell ato të papritrurat e veta. Në vitin 2014 nuk na shkoi shumë mirë martesa dhe vendosëm që të ndahemi. Por gjithmonë duke qenë miq, ose si thon friends, shok të ngushtë, sepse fëmijët e duan dhe nënën dhe babën. Nëna dhe babai është një simbol. Mira, ndjesje të ndërpres. Shkaqet, domethënë le të themi që të çonin drejt një prishje të martesës, ishin shkaqe të natyrshme që mbase dashuria mund të kishte mbaruar ose kishin filluar kontradikta të mbase në familje. Kishin filluar kontradiktat sepse ne vim nga 2 botë ndryshme. Unë e rritur në Shqipëri dhe burri im ka qenë shqiptar o amerikan, i rritur këtu. Në shumë gjëra dhe nuk kuptoheshim, pavarësisht se mund të duheshim, por ishte e pamundur që të shkonte më tej martesa. Dhe në 2014 unë e ndava burrin tim. Pra ishte një vendim që e more ti. Po, unë e mora, unë e kam darë.
Në vitin 2022, burri im diagnostikohet me kancer, po prap ishim shumë të afërt. Shiheshim, dilnin me fëmijët, unë punoja, ai punonte, kishim një marrëdhënie perfekte, mund të thuash. Në 2022 ai diagnostikohet me kancer stage 4, prostate cancer. Në atë moment më dhëmbi jashtë mase dhe më dhimbs ky njeri, sepse ky ishte babai i fëmijëve të mi. Unë po thuajse kisha shpenzuar një pjesë të mirë të jetës për këtë njeri, ose duke qenë me këtë njeri dhe duke i dhuruar 2 fëmijë të mrekullueshëm. Atëherë në këtë moment ai filloi kimon, filloi ato filloi të bënte kimon ato session që duheshin të ishin. Në atë moment unë mblidhe me vajzat dhe i them, çfarë do bëjmë, si do jetë më mirë që t'i qëndrojmë afër në këtë moment kaq drastik. Dhe vendosa, domethënë që të bashkohemi ta krijoj prapë të lumturi që kisha në familjen time. Dhe për t'i bërë dhe vajzat më të lumtura. Pra vendose që të rikthehesh sërish me ish bashkëshortin tënd. Okay. Po, në 2022 unë u riktheva dhe ai më dhuroi një unazë shumë të bukur, edhe unë i dhurova sipas traditës sonë unazën e martesës dhe filloi jeta po rrite. Vajza e madhe u shkollua, filloi u martua, po u bëm gjyshër, vërtet isha e lumtur. Edhe kjo rastësisht era e shprehur në TikTok, jo se kishim ndonjë program, kjo erdhi në mënyrë thjesht të natyrshme. E qartë. Më vonë ndodhi problemi që as nuk dua domethënë ta ndaja me shikuesit, sepse është e dhimbshme ndarja. Edhe në këto momente që ai ishte i smur, se duket nuk arriti ta përballonte dot këtë. Sepse stage 4 cancer është një kancer shumë i avancuar dhe mjekët i dhanë vetëm 3 vjet jetë. Okej. Sakrifica juaj ishte që në këtë pikë të kujdeseshit për të, sepse sipas jush së pari ishte babai i vajzave tua. Po, dhe isha me gjithë shpirt të isha pranë ti, ta ndihmoja në momentet më të vështira. Po si duket ai nuk e përballoi dot këtë fundin, kupton? Tani në fund arriti u bë agresiv, ndryshoi komplet, edhe kjo ishte një gjë e çuditshme, thash, nga erdhi gjithë kjo lumturi dhe të arrim prapë në atë pikë që kishim qenë dikur. Dhe më vonë arriti e zbuloi babën e vet që ai po më trajtonte me një grua tjetër. Ne nuk deshëm ta tregonim këtë, sepse është diçka private, por isha e detyruar unë dhe Era, sepse kishim kaq shumë djegës dhe të gjithë do të dinin çfarë ndodhi, dhe atëherë Era arriti ta shpjegonte pse ndodhi kjo gjë. Pra, pavarësisht faktit që ju u rikthyet për ta mbështetur në ditët e tij më të vështira dhe që ju u ribashkuat sërish, dhe pavarësisht dhe faktit që ai ishte i diagnostikuar me 3 vite jetë të mbetura, pra tashmë ai e bëri pra këtë lloj gjesti kundrejt jush? Po. Si e gjetët forcën më pas për t'ia nisur jetën sërish nga e para dhe për të bërë fort edhe për 2 vajzat? Ishte shumë e dhimbshme, nuk e mendoja kurse do më dhimbte kaq shumë. Shumë. Edhe dish është se mami është shumë e fortë, edhe kur e bëri divorcën, nuk e kam shikuar mamin qaj, nuk qan kjo, hiq. Por kemi kuptuar këtë muhabet, kjo fillon të qante. I thash, o bobo mami, i thash, gjë hapur, i thash me zemrën, i thash. Ti e ke pas dash babin shumë, se kuptova, se kjo është shumë e fortë. Era, po ti ndërkohë si e zbulove, pra, si e përjetove ti kur e zbulove? So ishim në lushnje, ishim për kafe dhe kisha halla dritën time që dua shumë. Ishim ullur aty, ajo tha, Era, po më qirë një foto vajzës e motrës tënde. Ai ka një shtëpi me motrën time, so unë e di që ai ka shumë fotot me bebe. So unë thash, okay, në mendimin tim hajde shkoj telefonin këtij, edhe të marr atë foton e vajzës. Kur shkova aty, shikova sa mesazhet me një grua tjetër, por nuk më shkovi mendja me një herë. Edhe shikova një foto, ato 2 po qeshin, ky me një grua tjetër, edhe unë kuptova, Ky është me një tjetër, e kuptova me një herë. Edhe unë i thash atit, o babi thash, kjo është vërtet? Ai qeshte, kështu e ka natyrën ky, qesh gjithmonë çdo gjë. I thash, o babi thash, ti do i thosh mamit.
tha nuk i di çfarë do bëj, po lere këtë muhabet fare. I thash, o babi, thash, po ti nuk do i thosh mamit, unë do i thoj mamit. Unë nuk baj sikret kështu, ti e gabimi, thash. Po ti nuk i thosh sot, unë do i thoj mamit. A i tha, me le rahat, unë shkova, i thash mamit, se ishim në Shqipëri. I thash mami, thash, ky po traton, ky duhet hik nga shtëpia, se mami e ka të shtëpi në Shqipëri. Si e priti mami momentin që a the? U çudita, u të merrova. Ta imagjino ti merr një njeri ka ndihmosh, domethënë sepse ai ka probleme të shëndetit dhe ti mundohesh bashkë me fëmijët që i ke rritur, ti po bën gjithçka për këtë njeri, si mund të jetë një appreciation në këtë mënyrë? Kjo ishte mëra si një bombë, një diçka që kur nuk e prisja nga ky. Më pas Nuk isha qenë xheloze. Më pas vendose që të ndahesh. Vetëm veprimi. Po. Edhe u larguat pra, u larguat nga shtëpia. Për 24 orë unë bile mora u fola me era çfarë do bëjmë, ishim në shtëpi në Vlorë, se kemi një apartament atje, i thash era çfarë do bëjmë mami, nuk dija si të veproja, unë ishe një shak, një papritur. Edhe era më thot thot, ai do të ikë në Amerikë. Për 24 orë i thash, merr valixhet dhe nisu. Kaq ishte. Edhe unë isha çudi se ai hiku në aeroport, po shumë njerëzit në TikTok po më qirnin fotot e babit në airport. Po më thonë era pse është babi në airport në Tirana. Edhe unë s'dija çfarë thuja, edhe aty e kam kuptuar njerëzit na dinë në Shqipëri edhe kanë kuptuar që një gjë ndodhi. Ai hiku. Edhe po më qirte fotot babi në aeroport. E s'dija çfarë thuja. Ti ke kontakt era me babain? Jo shumë, nuk e di, ai është mërzitur me mua që unë e kam hapur muhabetin, kam thënë mami që tregova. Edhe unë i thash atit në Shqipëri, i thash babë më fali, i thash, po unë nuk mund baj këte na mami, edhe ti nuk dija që ti do e thoj një gjë. Ai tha, mirë është ta, e bëra unë gabimin, edhe kështu shkovi. Edhe kemi lerë muhabetin aty, nuk kemi folur shumë. Po tani si vazhdon situata tani, pra mungesa e komunikimit vazhdon tashmë mes jush mira, pra ti nuk komunikon më siç komunikoje më përpara kur u ndat për herë të parë? Jo, kam 4 muaj që nuk komunikoj, kam qenë shumë e irrituar, shumë e mërzitur, dhe nuk mundem të jem me të përballë që të sqarohem. Vetëm e kam pyetur atë ditë para se tikte për në Amerikë, pse e bëre i thash. Nuk e di tha. Nuk kishte. E kam rënë me kaq, po vajza e madhe e ka marrë në dorë të punë, sepse ai jetonte edhe me vajzën e madhe pasi ishim dalë ne, jetonte vajzën e madhe dhe 4 ditë jetonte me mua këtu në shtëpinë time. Në qartë. Dhe ai ishte i sëmur, sepse kjo nuk është një gjë normale për mendimin tim, sepse nuk besoj se kur ai do ta bënte një gjë të tillë familjes së tij. Por ndodhi. Dhe ta vazhdon sërish dhe doja të dija më shumë për mësimet që ka marrë era pas kësaj ngjarje, se ndoshta duke parë edhe shembullin ndoshta të babait, fillon edhe ka frikë edhe të krijoj raportet e veta ose i shikon ndoshta me mosbesim. Si ka qenë edhe si ka ndryshuar në marrëdhënien tënde me të tjerët? Për mua, gjithmonë mami ka thënë mua ku isha e vogël, era po takosh një djalë ose një njeri e pëlqesh, është njeri e mirë mbaje, po një gjë ta dish mami, po ai të traton, mbarovi filmi. Unë kam një shok për gati 6 vite, ai është Amerikan, edhe ai është shumë njeri e mirë, edhe unë e besoj, se po unë nuk të besoj, nuk të jem me ty. Ai është shumë njeri e mirë, edhe mami fillonte kur dante me babin, era mos beso njëri, mos beso bluzën që ke në kurrit, jo burr. I thoj mami, më lera hatë se shumë mirë ka marrëdhënien. Edhe tashi unë nuk është që prisha mendimin për fat, për love, unë e di që unë e kam mirë atë shokun edhe të shikojmë që na sill Zoti. Pra nuk është se u bëre me paranoja nga kjo historie që ti më pas të shije problemin kudo që ti mund shkoje? Jo, nuk është që kam kështu, edhe babi nuk është që ka bërë kështu përpara. Kjo është herën e parë që kemi kuptuar që ky bëri kështu, nuk është që më ka bërë gjithë jetën, më ka bërë
me kështu fiksim, s'kisha fare, edhe shokun tim më tha si mendosh për këtë gjë, i thash ky nuk e di çfarë bën, po unë nuk mund të thoj babo kështu me jetën, nuk kuptoni? Ai është burr madh, burr pjekur, çfarë thoj unë, po ti do bësh kështu me jetën, të humbish familjen tënde, si dush. Merr Mund të vendimet shtoj një gjë se është patjetër. është shumë e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme, sidomos kur janë këto festat, këto holidays. Tash për Christmas ai është një person që i do shumë festat e Krishtlindjeve. Dhe ne shkëmbejmë dhurata, gjëra, tash i beshe para herë në jetën tonë që ne nuk do jemi bashkë familjarisht në këtë Krishtlindje. Dhe kjo dhëmb, me thënë vërtetën. Dhëmb patjetër. Do t'jetur forca të ecësh përpara, jeta vazhdon, nuk jam as e para as e fundit. Besoj shumë që do Po. Këto gabime nuk falem, për mendimin tim. Dhe ndoshta le të shërbej si mesazh këtë mëngjes, po nga ana tjetër besoj që përgjatë festave shumë dashuri do marrësh nga ndjekësit e rrjeteve sociale, po diçka që më bë përshtypje Ravion edhe flet me shumë pasion edhe për dashurinë e saj që padyshim ne urojmë që të shkojë sa më mbar, po mami e kishte problem për shembull, thonte që do dhëndër shqiptar jo të huaj apo nuk kishte nga këtë problematika. Mami gjithmonë thonte dua dhëndër shqiptar, dua fëmijë 100% shqiptare, bla bla bla. Edhe unë thash, okay, mam, shikoj çfarë ndodhet, you know? Edhe kur në takova ky djali, i thash, mam, unë pëlqej ky djalë shumë. E do the, baje, se nuk do shkosh me 100, do kesh një djalë. Po eshe mirë, shiko si shkon muhabetin. Vallaj, shumë e mirë është, shumë njëri e mirë, shumë karakter, punon shumë djali mirë. Edhe mami tha, okay, po e do, mbaje, mami e do shumë shokun tim. Edhe pse në fillim thoshte shqiptar tani. Mbi të gjitha e respektoj, se e kuptoj që duhen dhe nuk mund të ndërhysh kur duhen një çift. Është gjë më e bukur. Këto të dy kuptojnë shumë mirë, flasin, komunikojnë, janë njohur që në vit 2 gjimnaz dhe unë s'mund të thosha më shumë. Çdo nën shqiptare e do që i shoqi të jetë shqiptar. Por kur nuk ndodh. Ajo që ne na pëlqen është fakti që ju jeni kaq lidhura bashk, fakti që ju keni dhënë shembuj shumë të mirë për njerëzit duke ndarë historitë tuaja në TikTok, sepse të ndarit një histori e kaq private nuk është diçka e cila është e lehtë, por është diçka që mund të frymëzojë edhe të tjerë që mund të kenë qenë në vendin tuaj dhe nuk kanë ditur si të veprojnë ose kanë pasur paragjykim nga shoqëria për mënyrën si kanë vepruar. Kështu që kjo është arsyeja pse ne ju ftuam ditën e sotme që ju ta ndanit historinë tuaj këtu në dita jonë dhe është shumë kënaqësi, faleminderit shumë që ishit me ne. Dhe një kuriozitet kisha të fundit unë tani mami me që është me këtë pozitivitetin e saj, pavarësisht se ka pasur një fund me dhimbje të një marrëdhënie, beson sërish në dashuri, mendon që mund të krijosh një marrëdhënie të re në një moment caktuar? Mendoj se po, ndoshta në të ardhmen. Unë kam thënë shqiptar apo të huaj? Shqiptar, unë që të Kjo është për shqiptar, kjo s'është për amerikan, hiq. Shqiptar. Shqiptar për mamin pra. Shqiptar për mamin, mami tani ata që dëgjojnë o Zot. Ne dalim nga traditat tona, domethënë ne kështu e kemi krijuar atë familjet dhe kështu do mbaroj. Shpresojmë shumë që jetën ta keni me sa më shumë dashuri të dy, edhe motra tjetër, edhe padyshim që të vijoni dhe të shpërndani këtë dashuri dhe energji pozitive në rrjetet sociale që ta ndjejmë edhe ne ta përcojmë, dhe me kusht që kur të vinë në Shqipëri që të na takojnë dhe të na sjellin gjelin e detit. Po, gjelin e detit patjetër, se kemi shumë neps në këtej. Faleminderit shumë. Shumë, edhe ju uroj suksese në emisionin tuaj, me vërtet u kënaqa. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju me gëzuar festat. Zot mirë. Edhe për shqiponjen. Po, ja, e mbyllim me shqiponjë. Gati. Faleminderit shumë. Gjithë mirat.